Shenjat e Kiametit. Kafsha. Dalja e kafshës së tokës në kohën e fundit është një prej shenjave të mëdha të Kiametit, të cilën e vërteton Kurani dhe Suneti i pastër. Argumente për shfaqjen e saj. A. Argumente nga Kurani. Allahu i madhëruar thot: "Dhe kur të përmbushet fjala jon kundër tyre, ne do të bëjmë që nga toka të dalë një kafsh, e cila do t'u flasë atyre se njerëzit nuk janë bindur shpalljeve tona." Në këtë ajet fisnik është përmendur dalja e kafshës. Kjo ka për të ndodhur kur të jenë prishur njerëzit, kur të kenë lënë urdhrat e Allahut, e të kenë zëvendësuar fenë e vërtet me diçka tjetër. Atëherë Allahu i nxjerr njerëzve një kafsh e cila u flet për një gjë të tillë. Dietarët në lidhje me fjalët "dhe kur të përmbushet fjala jon kundër tyre" kanë thënë: pra, mbi ta është bërë detyrim dëshkimi, për shkak se ata vazhdojnë të kundërshtojnë, ta teprojnë, të shkatërrojnë, t'i kthejnë shpinën argumenteve dhe fjalëve të Allahut, duke mos medituar rreth tyre e duke mos gjykuar sipas tyre. Ata tashmë nuk i lën gjunahet, për ta predikimi nuk ka sukses dhe këshilla dhe përkujtimi nuk i largoi dot nga humbja. Kur njerëzit të kenë arritur në këtë pikë, atëherë ne do të bëjmë që nga toka të dalë një kafsh, e cila do t'u flasë atyre. Ajo është një kafsh e cila logjikon dhe flet. Kafshët zakonisht nuk flasin dhe nuk kanë logjik. Prandaj Allahu e nxjerr këtë kafshë që t'u shërbej njerëzve si shenjë nga Zoti i tyre. Abdullah ibn Mesudi ka thënë: "Përmbushja e fjalës ka për t'u realizuar me vdekjen e dietarëve, largimin e diturisë dhe zhdukjen e Kuranit." Mëteja i thot: "Lexojeni sa më shumë Kuranin, përpara se ai të zhduket." Të pranishmit thanë: "Faqet e Kuranit zhduken, por si mund të zhduket ajo pjesë e Kuranit që është në krahërorët e njerëzve?" Ai tha: "Ajo largohet prej tyre natën dhe ata do të ngrihen në mëngjes të boshatisur prej tij, harrojnë la ilaha illallah dhe bien pas fjalëve të ignorancës dhe poezive të saj. Kjo do të ndodh kur të përmbushet fjala kundër tyre." B. Argumente nga Suneti i pastër. 1. Imam Muslimi përcjell nga Ebu Hurera se i dërguari Allahut alayhis salam ka thënë: "Tre gjëra nëse dalin, atëherë nuk do t'i bëj dobi askujt besimi i tij, nëse nuk ka besuar më parë ose nuk ka bërë ndonjë të mirë me besimin e tij: lindja e diellit nga perëndimi, Dejjali dhe kafsha e tokës." 2. Nga Abdullah ibn Amri përcillet se ka thënë: "Unë kam mësuar nga i dërguari Allahut alayhis salam disa fjalë që nuk i kam harruar. Unë kam dëgjuar të dërguarin Allahut alayhis salam të thotë: e para shenjë që do të shfaqet është lindja e diellit nga perëndimi dhe dalja e kafshës ndër njerëzit në kohën e paradites. Cila do prej këtyre të dyjave qoftë përpara tjetrës, tjetra vjen shumë shpejt pas saj." 3. Në hadithin e përcjell nga Hudhejfe ibn Useidi, për shenjat e mëdha të Kiametit, ndër të tjera i dërguari Allahut alayhis salam ka përmendur kafsha e tokës. 4. Imam Ahmedi përcjell nga Ebi Umame se i dërguari Allahut alayhis salam ka thënë: "Kafsha do të dalë dhe do t'i shënoj njerëzit në hundët e tyre. Pastaj ata do të jenë të shumt midis jush. Kur dikush blen një deve dhe e pyesin se ku e ka bler, ai përgjigjet: e bleva tek njëri prej të shënjuarve në hund." 5. Muslimi përcjell nga Ebu Hurera se i dërguari Allahut alayhis salam ka thënë: "Nxitoni t'i kryeni punët përpara 6 gjërave. Midis tyre ka përmendur kafshën e tokës." 6. Nga Imam Ahmedi dhe Tirmidhiu përcjelli nga Ebu Hurera se i dërguari Allahut alayhis salam ka thënë: "Kafsha do të dalë dhe do të ketë me vete shkopin e Musait alayhis salam dhe vulën e Sulejmanit alayhis salam. Me vulën ajo shënjon mohuesit." Një prej transmetuesve të hadithit ka thënë: "Hundën e mohuesve."
ndërsa me shkopin shënjon ballin e besimtarve. Atëherë pjesëtarët e të njëjtës sofër, kur do të mblidhen rreth sofrës së tyre, njëri do të thotë, o besimtar, dhe tjetri do të thotë, o mohues. Çfarë lloj kafshe ka për të qenë kafsha e tokës? Dietarët kanë dhënë disa mendime të ndryshme në lidhje me përcaktimin se si është kafsha e tokës, kështu që më poshtë po paraqesim disa mendime prej tyre. Mendimi i parë, Kurtubiu thotë, kjo kafshë është një prej deveve të lindura nga deveja e Saliut a.s. Ky është mendimi i parë dhe më i sakti nga të gjithë mendimet e tjerë. Allahu e di më mirë. Kurtubiu e ka mbështetur këtë mendim në hadithin e përcjell nga Ebu Daud Tayalisi, e ky nga Hudhaife ibn Usaid el Gifari, që ka thënë, i dërguari Allahut a.s. përmendi kafshën. Hudhaife përmendi tërë hadithin dhe ndër të tjera tha, ata i trembi shumë kafsha, e cila u lërinte midis qoshes dhe mekamit. Këtu nuk përmendet deveja, por Kurtubiu ka përdorur si pikë argumentimi përdorimin e fjalës arabe tergu, e cila përdoret zakonisht vetëm për devet. Kjo është kështu sepse kur u vra deveja e Saliut a.s., deveja e vogël iku e trembur. Asaj ju hap një çar në tokë, u fut aty dhe ajo e mbuloi. Ajo do të qëndrojë në tokë derisa të dalë me lejen e Allahut. Mëtej Kurtubiu thot, sa bukur i thot autori këto vargje. Përkujto bien e devesë së Saliut, shënjon njerëzit me kufër e me iman. Ky mendim që ka përzgjedhur Kurtubiu si më të saktin, ka nevojë të rishikohet sepse hadithi me cilin ai është argumentuar ka në zinxhirin e transmetimit një person të braktisur në hadith. Mendimi i dytë. Kjo kafsh është El Gjessase, e përmendur në hadithin e Temimit Dariut, në lidhje me tregimin rreth Dexhalit. Ky mendim i atribuohet Abdullah ibn Amr ibn El Asit. Në hadithin e Temimit nuk tregohet që El Gjessase është kafsha, e cila ka për të dalë në kohën e fundit. Në hadithin e Temimit tregohet vetëm që El Gjessase është një kafsh e madhe e mbuluar me qime, të cilën e kanë pyetur cila je ti, ajo është përgjigjur, unë jam El Gjessase. Ajo është quajtur El Gjessase, spiune, sepse mbledh lajme për Dexhalin. Gjithashtu kafsha për të cilën ne po flasim, vjen dhe qorton njerëzit për mohimin që ata u bojnë fjalëve dhe argumenteve të Allahut, ndërsa El Gjessase mbledh lajme për Dexhalin. Kjo tregon se El Gjessase nuk është kafsha për të cilën ne po flasim. Mendimi i tretë. Kjo kafshë është gjarpri, i cili qëndronte në muret e rrënuar të Qabes në kohën kur nisën ta rindërtonin Kurejshët. Këtë mendim Kurtubiu ja ka atribuar Ibn Abbasit, por pa përmendur zinxhir transmetimi ose pa thënë ndonjë referencë. Këtë e ka përmendur edhe Sheukani në tefsirin e tij. Mendimi i katërt. Kjo kafsh është një njeri i cili flet, polemizon dhe debaton me bidat qind dhe mosbesimtarët, me qëllim që ata të ndalen prej humbjes dhe mohimit të tyre dhe të shkatërrohet ai që shkatërrohet pasi është qartësuar dhe të jetoj ai që jeton pasi është qartësuar. Këtë mendim e ka përmendur Kurtubiu dhe i është kundërpërgjigjur duke thënë se po të ishte kafsha një njeri i cili polemizon me bitat qind, atëherë dalja e kafshës nuk do të ishte një fenomen i jashtëzakonshëm apo një shenjë prej 10 shenjave të mëdha të Kiametit. Gjithashtu, ky mendim del nga natyrshmëria e njerëzve me fjalor të saktë, ku dietarët madhërohen. Emërimi i këtij dietari të nderuar, i cili debaton me të devijuarit si një kafsh, e cila del nga toka, bie ndesh me natyrshmërinë e banorëve të tokës, të cilët duhet i nderojnë dietarët e tillë. Mendimi i pestë. Kafsha për cilën bëhet fjalë në këtë rast është emër lloji dhe si rrjedhoj në të mund të përfshihet çdo lloj kafshe që ecën mbi tokë pa u përcaktuar forma, emërtimi dhe çudirat e saj.
Ndoshta kafsha për cilën bëhet fjalë në këtë rast janë viruset e rrezikshme dhe shkatrimtare mbi trupin e njeriut dhe shëndetin e tij. Këto viruse shkaktojnë plagë të shumta dhe janë vrastare. Plagët dhe mundimet që shkaktojnë këto viruse shprehin fjalë këshilluese për njerëzit, të cilët kanë zemra të vëmendshme. Këto viruse për ata që meditojnë mund të bëhen shkak që ata t'i kthehen Allahut dhe fesë së tij. Ato përmbajnë me të vërtet një argument mjaft të fuqishëm, sepse mesazhet që përcjell situata janë shumë më të fuqishme se mesazhet që mund t'i përcjell gjuha. Këtë mendim e ka hedhur Ebu Ubeje në shënimet e tij në librin e Ibn Kethirit, Fundi, Sprovat dhe Trazirat. Ky është një mendim shumë larg mendimit të saktë për disa arsye. A. Viruset kanë qenë të pranishme që në kohët më të lashta, po kështu edhe sëmundjet shkatrimtare ndaj njerëzve në trupin, të mbjellat dhe në baktitë e tyre, ndërsa kafsha e cila ka për të qenë një shenjë kiametit akoma nuk është faqur. B. Viruset zakonisht nuk shihen me sy të lirë, ndërsa për kafshën askush nuk ka thënë se ajo nuk shihet. I dërguari Allahut alayhis salam na jep të dhëna rreth saj që tregojnë qartë se ajo është një kafshë që shihet me sy të lirë. Profeti alayhis salam ka përmendur se ajo ka me vete shkopin e Musait alayhis salam dhe vulën e Sulejmanit alayhis salam e të tjera të dhëna të cilat ne I kemi përmendur më sipër. C. Kafsha për të cilën bëhet fjalë shënjon njerëzit në fytyrë me shenjën e mohimit dhe shenjën e besimit. Ajo e zbardh ballin e besimtarëve dhe vulos hundën e jo besimtarit. Mirëpo viruset nuk mund ta bëjnë një gjë të tillë. D. Duket se ato që e kanë shtyrë drejt këtij mendimi janë kontradiktat e shumta në lidhje me përshkrimin e kafshës. Gjithsesi, Allahu ka mundësi për çdo gjë dhe haditheve të sakta nga I dërguari Allahut alayhis salam duhet t'i dorëzohemi patjetër. Pastaj, çfarë pengese ka ndaj pranimit të kuptimit të drejt për drejt të kafshës? Ne asnjëherë nuk duhet largohemi nga kuptimi real I fjalës, nëse kjo është e mundur, sidomos kur mendimi në fjalë bie ndesh me mendimin e komenteve të Kuranit, të cilët kanë përmendur se kjo kafshë është një fenomen I pazakont për njerëzit, sikurse lindja e diellit nga perëndimi. Në hadithe përmendet se të dyja këto shenja shfaqen në një kohë të afërt. I dërguari Allahut alayhis salam ka thënë: "E para shenjë që do të shfaqet është lindja e diellit nga perëndimi dhe dalja e kafshës ndër njerëzit në kohën e paradites. Cilado prej këtyre të dyjave qoftë përpara tjetrës, tjetra vjen shumë shpejt pas saj." E rëndësishme është se ne kemi detyrim të besojmë që Allahu I lartësuar do t'u nxjerrë njerëzve në kohën e fundit një kafshë, e cila ka për t'u folur atyre. Fjalët e kësaj kafshe janë një shenjë, e cila tregon se njerëzit e meritojnë ndërshkimin e premtuar, sepse ata kanë përgënjeshtruar argumentet e Allahut. Kur të dalë kafsha, njerëzit kanë për ta kuptuar se ju është afruar kiameti, edhe pse më parë I përgënjeshtronin argumentet e Allahut dhe e mohonin ditën e premtuar. Të folurit e kësaj kafshe nëpërmjet fjalëve, të cilat I dëgjojnë dhe I kuptojnë njerëzit, e mbështet edhe fakti që kjo kafshë është përmendur në suren Neml, në të cilën ka disa ngjarje që tregojnë bisedat midis insekteve, zogjve, xhinëve dhe Sulejmanit alayhis salam. Pra, përmendja e kafshës dhe të folurit e saj njerëzve ka ardhur e renditur me ngjarjet e sures Neml në përgjithësi. Ahmed Shakiri thot: ajeti kuranor tregon qartë me gjuhën arabe që ajo është një kafshë dhe fjala kafshë në gjuhën arabe është mjaft e qartë dhe nuk ka nevojë për komente. Në lidhje me daljen e kësaj kafshe si një prej shenjave të kiametit, janë përcjell shumë hadithe të sakta. Këto hadithe bëjnë të qartë se ajo do të dalë në kohën e fundit. Në lidhje me cilësitë e saj janë përcjell fjalë të ndryshme, por që nuk I atribuohen të dërguarit Allahut alayhis salam, I cili komunikon, sqaron fjalët dhe shpalljen e Zotit të tij. Kështu që edhe nëse I braktisim, nuk kemi bërë ndonjë gabim. Mirë po, disa njerëz të kohës sonë
të cilët paraqiten si musliman, midis të cilëve mbizotrojnë mendime të gabuara dhe ide të kota, që nuk dëshirojnë të besojnë në të fshehtën gajbin, që dëshirojnë të ndalen vetëm në kufijtë e materjes të ndërtuara prej mësuesve dhe frymëzuesve të tyre, ateistëve europian, paganëve liberal që janë të zgjidhur prej çdo morali e feje, njerëz të tillë nuk mund të besojnë atë që besojmë ne, dhe nga ana tjetër, ata nuk mund të dalin e të mohojnë haptazi. Kështu që llomotitin, broçkullitin, debatojnë, rrotullohen sa andej këndej, pastaj bëjnë komente të ndryshme për të larguar kuptimin e fjalës nga kuptimi i saj origjinal në gjuhën arabe. Ata arrin deri aty sa t'i shndrojnë fjalët në simbole, për shkak të mohimit që fshihet në brendësi të vetvetes së tyre. Vendi ku do të dalë kafsha. Në lidhje me vendin se ku do të dalë kafsha janë dhënë mendime të ndryshme. 1. Ajo ka për të dalë në Mekë, në xhamin më madhështore. Këtë mendim e mbështet hadithi i përcjell nga Udhejfe ibn Useidi në tubuesin e mesëm të Taberiut, në të cilin thuhet: kafsha do të dalë prej xhamis më madhështore. Ata do të jenë duke ndenjur kur toka do të tronditet e më pas do të qahet. 2. Kjo kafsh do të dalë 3 herë. Një herë do të dalë ndër disa njerëz të shkretëtirës, pastaj një herë ndër disa fshatra dhe pastaj do të dalë në xhamin e shenjtë. Përveç këtyre, ka edhe mendime të tjera që në përgjithësi vërtiten rreth mendimit që vendi ku do të dalë kafsha është xhamia e Mekës. Allahu e di më mirë këtë çështje. Puna e kafshës. Kur të dalë kjo kafshë e madhe, do të shënjoj besimtarin dhe mohuesin. Ajo do të shënjoj ballin e besimtarit derisa t'i ndriçoj, gjë e cila ka për të qenë shenjë e besimit të tij. Ndërsa mohuesit, jo besimtarit, ajo do t'i vërë një vull në hund si shenjë treguese për mohimin e tij. Allahu i madhëruar thotë: ne do të bëjmë që nga toka të dalë një kafsh, e cila do t'u flasë atyre, se njerëzit nuk u janë bindur shpalljeve tona. Në lidhje me kuptimin e të folurit të kësaj kafshe, komentuesit e Kuranit kanë dhënë mendime të ndryshme. 1. Kafsha u flet njerëzve me fjalë dhe këtë mendim e mbështet këndimi i Ubej ibn Kabit, ku në vend të fjalës tukelimuhum ka kënduar fjalën tunebiuhum, e cila nuk kupton të lajmëruarit me fjalë. 2. Kafsha del dhe i plagos njerëzit. Këtë mendim e mbështet këndimi i transmetuar nga Ibn Abasi, ku në vend të fjalës tukelimuhum ka kënduar fjalën teklemuhum, që do të thot i plagos ata ose i bën me shenjë. Këtë mendim e mbështet hadithi i transmetuar nga Ebu Umame, ku i dërguari i Allahut alayhis salam ka thënë: kafsha do të dalë dhe do t'i shënoj njerëzit në hundën e tyre. Nga Ibn Abasi përcillet se ka thënë: të dyja këto do t'i bëj. Ai me këto fjalë dëshiron të thotë se kafsha ka për t'u folur njerëzve dhe ka për t'i shënjuar, pra do t'i bëj që të dyja këto punë. Ibn Kathiri ka thënë: kjo fjalë e Ibn Abasit është e mirë dhe nuk ka ndonjë pengesë që të mos pranohet. Allahu e di të saktën. Kafsha do t'i flas njerëzve me këto fjalë, që njerëzit nuk u janë bindur shpalljeve tona. Këtë e mbështet këndimi i atyre që fjalën arabe e ne e kanë kënduar me zanoren e. Në këtë rast ajeti mbart këtë kuptim: kafsha i njofton njerëzit se ata nuk janë bindur shpalljeve dhe argumenteve të Allahut. Ky lloj është këndimi i kënduesve të Kufes dhe i disa kënduesve të Basras, ndërsa kënduesit e Hijazit, Shamit dhe pjesa e tjetër e Basras e kanë kënduar këtë fjalë me zanoren i, pra ine, e cila në këtë rast është sqaruese dhe jep këtë kuptim: kafsha u flet njerëzve me fjalë të cilat u rëndojnë shumë, ose me fjalë të cilat i hedhin poshtë të gjitha fetë përveç fesë islame. Ibn Xheriri thotë: mendimi i saktë në lidhje me këtë çështje është të thuhet që këto dy këndime janë të përafërta dhe shumë të njohura midis kënduesve të vendeve të ndryshme.